Projekti i hekurudhës Tiranë-Durrës Rinas po avancon në punimet e tij. Zëvendës kryeministri anjëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka bërë me dije se tashmë janë gati për të nisur punën për ndërtimin e godinave të reja të stacioneve përgjatë linjës hekurudhore Tiranë-Durrës Rinas. Balluku bëri me dije se hekurudha Tiranë-Durrës Rinas do të ketë 9 ndalesa përgjatë gjithë linjës së saj, të cilat do të ofrojnë kushte moderne e komode për të gjithë udhëtarët të cilët do të përdorin këtë linjë të trenit. Puna po vijon, shumë shpejt një alternativë re udhëtimi për të gjithë qytetarët sa më shpejt, sa më lirë dhe miqësore me mjedisin, ka bërë me dije ministrja Balluku. Linja hekurudhore Tiranë-Durrës Rinas do të jetë një linjë tërësisht elektrike, me një impakt të rëndësishëm në fushën e transportit në vendin tonë.